Njerëzit janë si ashensor energjie, ose ashensor frekuencash po themi. Nga herë janë shumë lart, nga herë bien shumë poshtë. Nga herë bien shumë avash kat pas kati, nga herë bien pikjati themi ne, pingull. Direkt edhe aty kur bien pingull, aty krijon edhe probleme. Momentin që bien frekuenca të ulta, kryesisht frekuencat e ulta shumë edhe rënduese edhe që krijojnë edhe probleme me shndetin në aspektin fizik, në dimensionin fizik, janë frekuencat që janë deri në 50 Hz. 25 Hz deri në 50 Hz. 25 Hz është kompleksi i ndjenjës fajt, kompleksi i ndjenjës turpit. Deri në 50 Hz shkojnë frika, ankthi, depresioni, mungesa e besimit në tashmen, mungesa e besimit në të ardhmen, mungesa e besimit në vetvete, mungesa e besimit te krijuesi. Kur këto mungojnë, kur këto ekzistojnë domethënë si probleme, frekuenca është te 50 Hz edhe poshtë. Re te 50 Hz kera direkt në smundje, shkohet direkt në spital. Edhe pastaj të vinë lloj problemesh.